Spari, si fëmijë, jam ngritur në një familje që leshte muzikën, këngën popullore folklorike shqipe. Nga aty, më thënë babaj dëgjonte shumë muzikë, dhe rrjedh nga një familje që ka pas edhe muzicientë dhe këngëtarë tjerë. Nga aty jam stimuluar fatikisht edhe kam bërë hapat e parë si këngëtar apo si instrumentalist në fillim me qifteli, me këngë të ndryshme folklorike, e pastaj edhe me këngë popullore, me këngë të ndryshme. Ku filloi aktiviteti Spariher? Spariher unë në Siri, nga mosha 15 vjeçare, kam qenë në Austri. Që atëherë kam filluar të merrem me këndim, pra në Austri pikë Spari, nëpër klube të ndryshme shqiptare që kishte atëherë, nëpër Bosch Sova që mund të quheshin dikur edhe Odat, po, nëpër Odat të kurveçarëve të atëhershëm, shumë i ri, i kam pas diku 15 vjet atëherë, edhe ishim një grup shokësh, ishim 4 vetë, që fillon me qifteli, sharki dhe violinë. E kështu në vazhdimsi, fillova nga Austria të merrem me këndim dhe me muzikë. Është familje me tradita grupeqare, ishte baba në gurbet dhe ju i shoqëroheshin babës atje, apo si kishte migruar, si kishte ndodhur kjo migracion? Po, babën e kam pas atje, si shumë shqiptar, si shumica e shqiptarëve në atë kohë, domethënë babën e patën në Austri në gurbet, përmes tij shkova në atje. Ishte një numër i madh shqiptarëve, nga Kosova, Maqedonia dhe gjeti ata shqiptarë. Këndimin e kam pas në shpirt, e kam pas në zemër, sepse dikur nuk arrija ta kuptoj apo ta materializoj këndimin, po vetëm shpirtnisht e doja. Atë se nuk e kuptoja, do të thotë materializim, apo sepse punoja në Austri, punoja si ri, po punoja në punë tjetër, me këndim e kisha këndimin si pjesë e jetës time, pra. Ndjeja diçka kënaqësi kur merresha, kur këndoja, kur pranonin publiku ashtu mirë, këndshëm, pra ishte një kënaqësi për mua. Të kujtohen këto ditët e para kur ti fillove në shkollë, klasë të parë. Kush e nxiti, kush e ngacmoi talentin tënd? Më kujtohen ditët shkollore, po unë kam qenë si tip, si që them, më vinte turpave të këndoj, nuk këndoja. Si fëmijë nuk këndoja, edhe pse desha këngën, edhe pse dija që atëherë si fëmijë, por publikisht nuk këndoja. Shpesh e këndoja me gjyshin kur isha vetëm, e sa herë më thoshte, pse ti nuk këndon, pse më ngacmonte shpesher. Edhe kur ishim kështu mes njerëzve të tjerë, në pranit njerëzve të tjerë nuk këndoja. Diku si fëmijë deri klasë të 7 apo të 8 nuk këndoja publikisht. Më vinte shumë turp, ashtu kam qenë tip i mbyllur. Po pastaj ajo u tekalu. Cila ishte kënga jote e parë?
Unë kam dashur shumë këngë, pas si këngë e zemrës, shpi që kam pas 2 këngë i kam preferu më shumë t'i atëherë, në atë kohë, Vinë vaporët dhe çka po vinë kashi. Ato i këndoja shpesher. Po bile dhe ndosha ka qenë kënga e parë ime Vinë vaporët. Lidheshte kjo me gurbetin apo? Jo, kjo lidheshte me një kushuri. Temin faktikisht një këngëtar që sonde do ta cek, ndoshta edhe për publikun e gjerë është i njohur Aslan Osmani, që nuk kam familjes. Ai këndonte bukur, isha fëmijë. Edhe kjo ka bërë që unë ta dua atë. Nga vetë tash i ndjeri Aslan Osmani, këngëtar shumë i mirë, me një zanë jashtëzakonisht të bukur, që fatkeqësisht ai ndoshta e bëri edhe gurbetit vetëm nuk pat mundësi ta filmohet me zgjerë. Këndonte një stil të veçantë Vinë vaporët që nuk sot këtu në to treva tonë, ta shqiptarë këndon ndryshe. Këndonte një stil tjetër. Ai këndonte kështu Vinë vaporët oj nana, tuju i mbunë dhuju e, tare tifto shoki, ka jam turi mu e, se lahni kojnon po, duhno me i quju e. Pra komplet tjetër stil nga kjo që këndohet sot. Sot këndohet ndryshë. Shumë këngëtarë këndojnë ndryshë, unë këndoj edhe ashtu dhe kështu, në stilin e tij. Këndonte shumë amël, atëherë këndonte me kavaj, nëse shumti, edhe me qiftet. Unë spariherë është ky takim me ty, kur spariherë dëgjoj këngën originale të tekstit që përmende, original. Unë mendoj se është originali nga fjalët që thuan aty, pra këta redift janë qujtë rekrut sot që quhen për ushtarë që kanë shkuar te Nizam në ushtrinë Osman. Kam këndohet për dikur për këta Nizamet për ushtarët që kanë marrë Turqit. Është dedikuar për atë. Edhe originalja është kjo, sa di unë, nuk e di nga rreth kjo, nuk mund të them që rreth nga ai fshat nga Viun apo nga një treve caktuar, nuk e di. Mirë po, Aslan Osmani këndonte shumë bukur, shumë me fjalë tjera, me fjalë autoktone, si që përdorë, dhe përdorë në sot se di. Tani kemi ardhur deri tek koha kur ti, kohën adoleshente, 18 vjeçare, kur ti kthehesh nga gurbeti, vjen në vendlinje dhe vazhdon aktivitetin si këngëtar, si rapsot, si këngë popullore. Çfarë filloi të këndosh Spari? Në Austri punova 5 vjet, qëndrova 5 vjet. U ktheva në Austri dhe shkova shtatë. Po edhe në pushime kur vje këtu, unë merresh me këndim. Mirë, po nuk isha nda mendje që të merrem në mënyrë profesionale me këndim. Mbasi e kriva ushtrinë, atëherë fillova edhe mbeta këtu, ngele këtu, nuk u ktheva në gurbet. Nuk e doja, që atëherë gurbeti nuk e doja. Sirin, e ureja, nuk ndjesha mirë. Edhe atëherë si fëmijë isha. Në ndjes jam qytetari i rendit 3-4 që nuk më kënaqte edhe paraja që merja, nuk më kënaqte, nuk më bështe mirë. Nuk u ktheva më në Austri. Dhe pse isha me dokumentat rregullta me kreta, nuk u ktheva e braktisë, pra dhe fillova në mënyrë profesionale të merrem me muzikë, me këndim. Aman uya mesi
si ta them atë, kishim shtypje të jashtëzakonshme nga ana e pushtetit të atëshëm komunist, tani ishte komunizmi. Ne në atë kohë, personalisht edhe unë edhe të tjerë, kolegët e mi, kanë pas problemet mëdha me këndimin, me këngët që këndonin. Kishin këngë të ndaluara, këngë pa ndaluara, kishin shumë gjëra të ndaluara. Edhe pse ne këndonin me rrezik, me një sakrificë që sot nuk mund t'ju përshkruhet, e nuk mund të përshkruhet, se dikush edhe nuk e beson atë. Se ne dikur e kishim shumë vështirë që të këndojmë, shumë këngë. Në shoqëria atë nuk kam qenë. Domethënë fillova fillimisht. Kam filluar në grupin muzikor të Maksut Dearit, që përshëndes një këngëtar shumë i mirë i trevave tonë. 2 vjet kemi kënduar bashkë me Maksutin në një grup muzikor që shkonin në përdasje. Reja di që u largove, e shkove në mërgim, sa herë hi në dhomën time, kujtoj dashurin, kujtoj dashurin. Do gjimari, s'kalon e koha, Gjajo shpirtin, gjajo shpirtin. Do gjimari, s'kalon e koha, Gjajo shpirtin, gjajo shpirtin. Me Anifen kemi kënduar në shoqërinë kulturore artistike Besa e Gostivarit prej formimit të saj që nga viti 1971 deri në vitin 1983, atëre kur Besa që e ndaluar të punoje, natyrisht e penguar nga sistemi asaj kohe. Kam shumë përshtypje dhe kujtime të mira nga zonja Anife, si nga turnejat në për Kosovë, por kulminacioni u mbërri 1980 në Republikën Socialiste të Shqipërisë. Më kujtohet koncerti i Pesti me radh në Shqipëri, në sallën e madhe të Tiranës, kur Anifja që 3 herë e kthyer nga publiku. Kjo ishte një kënaqësi e madhe, jo vetëm për zonjën Anife, por për të gjithë na, sepse aty në Besë quheshim si një familje dhe çdo suksesi të njenit i gëzoheshim të gjithë bashku. Zonja Anife nuk ka qenë vetëm shoqe e mirë në shoqëri, por ajo ka qenë ndoshta artiste, jo ndoshta, po me plot kuptimin e fjalës, artiste e popullit, jo vetëm për Pallogun, por për gjithë shqiptarët e Maqedonisë edhe magjar. Në shenjë respekti, do më thuash një strofë të një këngë të veteranës, të këngëtarës që e përmendën në fjalë, të zonës Anifes e Tulla Veçan. Të Anifes unë kam dëgjuar shumë këngë si fëmijë, unë jam fëmijë për atë, jam shumë i ri për Anifen. Unë dëgjoja në atë kohë këtë këngë. Bije trida hiret moj nano të trija me boj, a e di moj nana ime se unë së shkoj, a e di moj nana ime se unë së shkoj.
Edhe ti në shkofsh moj bio, të qoftë rruga e mbar. Tu bestic gjerit qefi moj bio, tu i mi baqora. Këte këngë kam, nga jo që e kam dëgjuar më së shumti në atë kohë si fëmijë, vetë nuk e kam përdorur në përdasma, nga që është këngë për femra që këndot, më së shumti, por e dua si këngë. Sepse ja rrit me këtë këngë. Po, unë jam rrit me këtë këngë, po jo ka një bagazh më atë këngë, një fjalë, Maksuti, unë jam inspiru, kam marrë inspirim nga këta, të them, veteranë të këngës shqipe, muzikës shqipe, njerëz që kanë thyr akullin, si Maksuti, si Anifja në atë kohë. Originën e kam lumjane, babën e kam prej lume, nanën prej lume, edhe e lindu në Gostivar. Sigurisht ku lindën, ashtu edhe fëminia kalon. Po unë prej fëminie më tërhikte diçka, më tërhiqte mu kanga gjithnjë. Përpara kishte oda e burave, aty gjithnjë më thirshin, kisha dhe motra tjera që këndojshin. Po ato sigurisht pak turpnoheshin, kështu ashtu dhe tërhiqeshin, hikshin, gjithnjë mu më mirshin në mjes të burave, aty jehonte Qetelia, Dahiria, mingja gjithnjë mingja jem, gjithnjë kur shkojshe në obore gjeshe tu regullu Qetelin, se atë të shti ne kishim si geni. Kështu fillova të këndoj, e si fëmijë mandej fillova klasën e parë të shkollës. Edhe kështu fillova une gjithnjë si pionere, ku mbajshin shfaqet, unë isha aty. Shqip, makedonisht, pa marrë parasysh, më thirshin. S'kisha penges prej prindve se ala isha e vogël, 10 vjeçare, 12, 13, po e kisha në gjak këngën, ka shkojsha vetëm këndojsha, pa marrë parasysh, a shqip, a tyrkisht, akuratisht vetëm këngë të jetë. Si mbarova me semimaturën, atëre më ndaluan, nuk më lanë ma të tjetë shkoj. Ashtu ishte ambienti vendi, mentaliteti i Gostivarit që femna nuk duhet të shkollohet. E une kisha qef të shkollohem, baba tha, edhe nuk kishte mu si baba jem, por edhe mentaliteti nuk lejun, kështu që u martova. Mas si u martova, mendova se për mu ma kanga ka vdek. Mirë po une, gjithë një ka shkojsha hec, këndo, mu ajo, nuk do me thonë se vetëm në qfaqje mund të këndoj e njëri. Më këndojsh, isha e lindur për kangë. Në shpi, punojsha, këndojsha.
Motra e me madhja dhe ma bukur ka këndu, po s'ka mujt. Kështu pauzova 3-4 vite mirë, po çdo radiostacion ka një udhëheqës, për shembull, që kërkon, zbulon talentat. Kështu ka ranë vesh indjeri Lorenzo Antoni, edhe une nuk di gjanë në shtëpi si jam vise, beta si jam vise. Ka shku në gjimnask ke bashkëshortim. Bashkëshortim është njëri i kuptueshëm, i shkollum, kanë kryer fakultetin në Beograd. Edhe nuk ka një mbrapa mbetur, i ka thënë atij se gruaja juaj kështu këndon, kam dëshirë që të këndoj në radio. Ai me gjithë qefe ka pranu. Ka thënë për mua s'ka problem. Në qoftë se pajtohet ajo. Edhe vjen në shtëpi, une urdhnoni u gëzova, misafir, thot jo, nuk është misafiri jem, po është misafiri i jot. Ullëm, qka është? Puna, thot, kam ardhë të incizonin në Radio Prishtinë. Une nuk pranoj kurse si, basi vendi jon ishte tashti, une u martova edhe u ktheva në tjetër drejtim mora. Bashkëshorti im thot, jo, nuk do të refuzojsh, thot, se a ke qef ti të ndigjosh muzikë? Po, thom, me gjithë qef ndigjoj. Po, dëkush duhet të këndoj që të ndigjosh, po edhe ti duhet të këndojsh të ndigjosh dëkush. Thom, jo. Edhe ullë, indjeri Lorenzo Antoni më bindi. Ishte zotni njëri. Edhe bash ashtu për hirt ati, thash, do të shkoj, të inqisaj. Shkova, udhëheci muzikës ishte Isak Muçolli. Një provë, s'kishte problem, ai u befasu, thonte se si mundet pa provë, një provë edhe me njëherë, do me thonë, qenë ka shumë e talentume gruaja. Kështu kanga dulën shumë të mira, do me thonë, i pëlqej Kosova ato kangë. Kështu që ai shpesh e dinte indjeri se komunikacion atëherë nuk ishte si tash vetura. Ai ishte shumë njëri pedanti mirë, me shoferin e radios, vintes bashku, me bashkëshortin tim më mirë të incizoshme dhe na kthente prap, se i pëlqente shumë kangët e mia. E ato kangë, ai i pëlqente atë shumë, i vu në libër, në nota. Edhe thonte, Hanife, më vjen keq, thonte se ishte për shembull Pagarusha, si Pagarusha është ylli i Kosovës. Edhe thonte, ti je Bylbyli Pollogut, edhe ashtu më kanë vu emnin në çdo gazetë, Bylbyli Pollogut, se ai ishte Bylbyli i Kosovës, Pagarusha, mas asaj visha une. Kështu që në 71-shin, kangët e mia u bon hit, çdo vjet kishte ka një këngëtare hit. Shkruan rilindja se Hanife Sejfullah Reçani është hit i vitit me kangën Bien tri dajre. Kur do t'ishte nana jote, do t'rish si mike. Kur do t'hajet bukë mori pyna, ke ma qasun me. Kur do t'pihet uj mori pyna, shta me Ala nuk jaroj ato skenat aq të këndshme që i kam përjetu në për ma tepër me lot në përfaqë, sepse këto që janë gjashtat dhe uton, mërgjimtar, ato aq e ndjeshin jo vetëm këngën time,
po këngën popullore shqipe të vendit tonë. Hala ato skenat më rinë parasysh. E prej atje si u ktheva, u formu shoqënia kulturore artistike Besa e Gostivarit. Besa në atë kohë ishte ne të vërtet besë. Besë e fort sepse ishim ne këngëtar, 3 këngëtar të radios këtu. Maksudari, une edhe Shaban Stafaj. Përshëndes, zotni Shaban Stafaj, me atë gjithnjë kam këndu edhe këndoj. Kudo në shtëpi, në mal kam incizu edhe duete. E adhuroj Maksudari, kështu që ne, jo vetëm ne, mandej filloi edhe rinia, tjerët dulën të ri, të reja, këngëtare. Po sado, ne e mbajqim atë, si thonë, titullën. Artistët e popullit duhet të dokumentohen edhe në këtë mënyrë. Jemi ne bashkëshort 40 vjeçar. Para 3 muajsh kemi pas 40 vjetorin e bashkëshortisë. Edhe kemi shumë çka për të thënë kur është rendi një dokumentari, po me qenë se këtu në televizion kemi tjera kushte, do t'i bim shkurt. Hanifja ka edhe talent, por ka pas edhe tradit të këndimit, të këngëve popullore. Megjithatë ne dim se talenti duhet pak edhe të ngucet, të nxitet, që të dali edhe mbi sipërfaqe edhe të shkojë tutje. Hanifja ka filluar të këndoj që në 56-in e 700, kjo ka qenë një kohë mjaft e hershme për të debituar një femër në skenë para popullit. Kushtet atyre kanë qenë të këqija për një debitim të tillë. Nuk kam qenë iniciator, sepse iniciatore ka qenë ajo me talenti që ka pas. Ajo ka pas nevojë dikush moralisht ta përkrahi, në ndonjë mënyrë ta nxiti. Edhe unë mendoj se kam kryer një mision të mirë në këtë drejtim. Kam dëshiruar që ta zaventësoj sado kudo atë që prindet s'kan mund t'ja bëjnë, për shembull ta drejtojnë në përshkollime. Hanifja do të mund të bëhej, sipas mendimit tim, një kompozitore e mirë me atë talent që ka pas edhe që ka. Por unë mendova sa mundem spaku ta nguci, ta nxiti, ta nxjerri në një farë rrugë që talenti i saj të njifet. Ditë për ditë kujtoj, kur do të haroj, derisa unë të vdes, me ty do të kaloj. E jam me mua, ti o muj vashë, jetën bashkë të kaloj. Mos i ndigjoti fjalët e botës, dashurin ta filloj. E jam me mua, ti o muj vashë, jetën bashkë të kaloj. Mos i ndigjoti fjalët e botës, dashurin ta filloj. Ka fundi vitit 1960, bashkë me Hanifjen, kemi kënduar shumë këngë duet. Edhe atë kënga Eja Lules, Dashurin që kam për ty, Goca e Preshevës,
pastaj këngën dedikuar shoqërisë Besa. Së bashku kemi këndu në për koncerte të ndryshme të radio e televizionit të Prishtinës, Shkupit, a veçanërisht të shoqërisë Besa, e cila u formu në vitin 1971 deri 1981. Publiku na ka prit shumë mirë dhe çdo herë kemi prezantuar para publikut, disa herë publiku na ka kthyer. Si duet, si këngëtar, kemi marrë pjesë në të gjitha trevat shqiptare, në Maqedoni, në Kosovë, Maltëzi, Beograd, në Turqi, në Shqipëri edhe në vise tjera. Mendimi jem është, kur është në pyetje Hanifja, kemi të bëjmë me një këngëtare të shkëlqyer, emri së cilës gjatë do të mbahet në historinë muzikore shqiptare.